Si që u larguan nga specialja pas dëshmisë së James Rubin në mes të shtatorit, edhe u kthye në gjykatorën e Kosovës më 10 nëntor. Kësaj radhe, këshilltarja ligjore e ambasadës amerikane në Hag, Tera Gerhard Serna, do të sigurohet që një zyrtar i lartë i shtetit të saj të mos rrëshqas me informacione. Bëhet fjalë për ish ambasadorin Christopher Robert Hill, të cilin Rubini në paraqitjen e tij para speciales e kishte cilësuar për çmues të UÇK-s e simpatizues të LDK-s. Dëshmitari 5 i thirrur nga Hashim Thaçi, që gjatë kohës së luftës ishte emisar special për çështjen e Kosovës, tregoi se kur u njoh me Gueriljan. Kur e keni pasur kontaktin e parë me UÇK-n? Për mua ishte në verë të 98-s, ndërsa punoja me stafin tim me të tjerë. Çështja ishte të gjenim një zyrtar të UÇK-s apo grup zyrtarësh me të cilët mund të flisnim në lidhje me UÇK-n. Dua të shtoj se kam punuar për një farë kohe në këtë drejtim pa pasur sukses dhe arritëm në përfundimin, pra se nuk ekziston një udhëheqje e tillë. Pas shkuarjes në Likoc në përpjekje për të atakuar atë që thirrej shtabi përgjithshëm, Hill i dha epilog një çështjeje me shumë interes që kishte të bënte me UÇK-n. Ambasador Hill, në këtë pikë a mendonit se UÇK kishte strukturë hierarkike vertikale? Jo. Ambasadori tha se megjithatë arriti të kuptoj disa nga synimet e ushtrisë pa organizuar. Ata ishin të interesuar të punonin me SBA-n, se mendonin se SBA-ja ishte në pozitë të realizonte objektivin e tyre, që ishte pavarësia afatmesme për Kosovën. Diplomati amerikan që të fundit mision në karriere pati shërbimin në Beograd, nga ku u largua në fillim të 2025-s, tha se kur askush nuk e kishte akuzuar Thaçin për tortura apo shkelje të drejtave të njerëzit. Kur u mendua pak, e ndreqi atë që e pasi gabim, teksa e shkaktoi të qeshurat e ai që e ftoi. Nuk e di a mund të ndryshoj atë që thash më herët, por i vetmi person që ka ngritur ato shqetësime për Thaçin ka qenë Miloševiqi. Kryes Hill konfirmoi zhvillimet në bisedimet Rambujes si 4 dëshmitarët paraprak të Thaçit, ndërkaq rikthehet në gjykatë për pyetje tjera të martën.